Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allahu nuk e thyn premtimin. Cili është premtimi i Allahut xhalla xhelaluhu? Premtimi i Allahut është se mëshira e tij është më e madhe se sa, ose më i madh, mëshirimi i Zotit është më i madh se sa ndëshkimi i tij. Premtimi i Zotit është se kushdo që ka ikë nga kjo botë duke i njësuar Allahun, një të vetëm, duke pranuar profetin Muhammed alayhi salatu wasalam, Kur'anin, hadithet, besuar botën tjetër, ka besuar ringjalljen, çfarëdo që të ketë bënë në jetën e kësaj bote, i ka shanset që Zoti ta fali më një herë ta çojë në xhenet, po edhe po nuk e fali më një herë, një ditë fundi i tij do të jetë xheneti, se Zoti e ka vulosur në Kur'an kur tha: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu shirkun e idhujtarinë nuk e fal kurrë, mohimin nuk e fal kurrë. Ti bësh ortak Zotit, nuk e fal kurrë. Besosh se ka më shumë se një, nuk e fal kurrë. Të mohosh Islamin apo Kur'anin apo hadithet, nuk e fal kurrë. Të mohosh botën tjetër, nuk e fal kurrë. E nëse njeriu nuk është në këtë pjesë edhe nuk mohon, dhe e pa këtë, si thot populli, vath në vesh, dhe nuk mohon diçka nga feja e Zotit mbasi e din që kjo është fe, ky njeri ka shpresa se do të falet, ndoshta më një herë shkon në xhenet. Zoti është i madh, mëshira e Zotit është e paimagjinueshme. Po edhe po nuk shkoj më një herë në xhenet, ndoshta do të vuj për një kohë, ama një ditë përfundimi i tij do të jetë xheneti. Edhe nëse mund të vuj për një kohë caktuar në zjarr xhenemit.